Violet Kukaj e zonja edhe në kuzhinë, Njomza publikon ushqimin tradicional që ka përgatitur. Violet Kukaj tashmë është nënbeqare e 3 fëmijë të rritur. Rreth 3 dekada karrierë muzikore e kanë bërë Violet Kukaj një emër të njohur në skenën shqiptare. Ajo ka vazhduar të jetë aktive në muzikë dhe pa pritmas rikthehet me Njomzën e saj. Njomza, cila gjithashtu ka filluar të bëjë një emër për veten në industri. Vitet e fundit, Violeta ka zbuluar një energji të re dhe motivim, duke sjellë një valë të freskët muzikore për adhuruesit e saj. Së fundmi, Njomza ka ndarë me ndjekësit e saj emocionet e rikthimit, ndërsa Violeta ka njoftuar ato si motivimin e saj të ri. Këngëtarja e cila ka kaluar shumë sfida në jetë, ndan me kënaqëri këtë çasti me vajzën e saj. Gjatë vizitës së fundit, Violeta i ka përgatitur Njomzës tavë në uriz, një specialitet që ajo e dashuron shumë veçanërisht. Për t'u informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.